Mirë se erdhe shigjetar, jam Diana nga Letra Trefejnë dhe do bëjmë leximin e juaj të radhës. Letrat që kam para, kam mbretreshën e monedhës, 9 të shkopive, mbretin e monedhës dhe 7 të shpatës. Ky lexim në fakt e flet për një shigjetar që ka punuar fort për stabilitet, por rruga nuk ka qenë aq e pastër. Ka pasur lodhje, qebesa shumë dhe zhgënjime, dhe ndjesinë se dikush ose diçka nuk ka qenë shumë i sinqert me ju. E ardhmja të qenë drejt forcimit në fakt opozitës që ke, por vetëm nëse ndalon së toleruar i lojra dhe gjysmë të vërteta, ta them kështu, dhe gjysmë të vërteta. Mbretresha e monedhës ke një bazë të fortë që tregon për ju të dashur shumë, një bazë të fortë, je shumë praktik, jeni të përkushtuar, di të kujdesesh për veten dhe të tjerët. E ardhja tregon rritje materiale që është shumë pozitive dhe një lloj sigurie dhe stabiliteti, por vetëm sepse ti di të punosh dhe të ruash vlera. Kjo tregon një stabilitet dhe siguri që është duke ardhur. Nëse apo vazhdo të investosh në atë që të sjell qetësi afatgjate dhe jo kënaqësi të shpejtë. Absolutisht. 9 të shkopive tregon lodhjen e juaj, por jo dorëzimin. Po e shtyn veten ndonjëherë dhe sidomos kohëve të fundit në limite, edhe kur trupi dhe mendja po të kërkojnë pushim. Duhet të fillosh të mbrosh kufit. Pushimi nuk është dobësi apo tërheqje nga puna që po bëni, është në një farë mënyrë dhe strategji të dashur. 7 të shkopive, shpatës, kërkoj ndjes, tregon që diçka nuk është e pastër. Ky letër është pak paralajmërim. Dhe ky paralajmërim mund të jetë shumë çka. Dikë që fsheh diçka, një situatë që nuk po të thuhet siç është, ose është dhe vetë mashtrim nga ana juaj. Po besoni në diçka që brenda për brenda e dini që s'është ashtu. Pra, mos beso verbërisht, verifiko faktet, jo fjalët, verifikoj veprat. Dhe jo fjalët, të dashur shigjetar. Mbreti i monedhës tregon një lloj pozicioni që merr fund apo merr vend. E ardhmja duket që do keni kontroll absolutisht të qëndrueshëm, siç është ky mbret me gjithë këtë para në dorë dhe qeni që është besnik, të respektuar dhe të fortë financiarisht apo profesionalisht të dashur shigjetar. Por kjo arrihet absolutisht vetëm pasi keni bërë këtë lloj pastrimi, mund të jenë njerëzish, ke hequr njerëz dhe situata që s'kan qenë të sinqerta apo të drejtë kashijush. Kjo është një letër që ju mëson të mendoni afatgjatë, për gjëra më afatgjate se ato. Vendimet e sotme, mbani mend, janë themelet e të nesërmes. Pra të dashur shigjetar, e ardhmja jote është e fortë dhe kogja e qëndrueshme me këto letra që kanë dalë, por vetëm duhet të mos lejosh askënd të përfitoj më nga mirësia jote. Qartësia dhe kufit do jenë qelësi i suksesit juaj. Pra, stabiliteti ndërtohet kur ndalon së toleruari atë që të lodh dhe zgjedh atë që të forcon.